se erdhët në vlogmas numër 11. Nuk e besoj dot. Siç mundeni të shikoni, jam rikthyer në Athinë. U ktheva dje, edhe nuk ju filmova fare sepse isha gjithë ditën rrugëve, nga aeroporti te shtëpia, braza gjërat, sa arrita bëre ditim që të postoj atë ditë vlogmasin që të mos le ditë pa postuar. Lavatriçët që vura, pastaj në darkë kishim pronontuar që javën e kaluar me të dashurin të shkojmë në teatr që të shohim një shfaqje. Vajtëm në teatr, ikëm që atje, ishte ora 11, unë isha e kputur sepse isha gjithë ditën rrugëve, edhe isha zgjuar shumë herët në mëngjes, edhe nuk vajte shtëpi. Na kishte ftuar një shoqe e David nga puna te ditëlindja e saj, kështu që vajtëm atje në lokalin që e organizovi, që ishte edhe Latin Party. Ndërkohë, sepse bën kërcim, i pëlqen shumë, edhe vajtëm edhe ne kërcyem pak, edhe pastaj u kthem në shtëpi, unë isha e kputur. Mua më ndodh shumë rrallë sa të shtriem të flej gjumë. Kësaj radhe, thjesht sa e vura kokën time në jashtëk, fjeta gjumë, edhe nuk e kuptova. Kur? Vetëm në mëngjes që pash që nuk isha vënë as telefonin tim në karikim, as nuk isha vënë zile që të zgjohem në mëngjes, asgjë. Por sot është një ditë e re, është e hënë, edhe nisa javën time kështu në mëngjes me punka, tani është drek që po e hapun këtë vlogmasin, edhe kam hyrë në makinë që po ju flas kaqor, sepse duhet të nisem të shkoj në një dyqan që është këtu afër te shtëpia, që ka kështu gjëra për qepje, sepse po kërkoj një kordel specifike, se po afrohen Krishtlindjet, jemi te vlogmasi 11, edhe ne nuk kemi zbukurar akoma pemë te shtëpia jonë, domethënë ne sa ta vëm sot për pak ditë do heqim që do mbarojnë Krishtlindjet, por s'ka gjë, unë e dua, edhe turp të kemi që bëjmë vlogmas edhe, po nuk kam arritur, domethënë nga njerëzim vajtat e tjetri dhe nuk kam qenë fare në shtëpi. Kështu që sot kemi vendosur me mamin të zbukurojmë pemën mbas vite, por duam ta bëjmë pak ndryshe. Do me thënë, të vëm ato topat që kemi, që i vëm gjithmonë, por të shtojmë si vjetë edhe disa fjongo, që ato fjongot që t'i krijojmë, duam kordel që nuk e kemi në shtëpi. Edhe unë po e kërkoj, vajtëm në Jumbo nuk gjeta, vajta në Pepco nuk gjeta, edhe tani po shkojnë në një dyqan specifike që ka kështu fije, gjëra për qepje e këto, edhe shpresoj ta gjej atje, po nuk e gjeta, nuk do i vëm. S'ka gjë. Unë mundova. E dini qa, diellin e Greqisë nuk e ndroj me asgjë. Do me thënë, edhe pse rrugët janë të shpifura, edhe pse nuk ka arkitektur të bukur Greqia, edhe të gjitha këto problemet që ka, ky dielli i bën të gjitha të duken më të bukura. Do me thënë, del jashtë dhe ke një psikologji totalisht ndryshe. Unë kam një problem. Dhomën time në shtëpi do mbledh, do pastroj, çdo herë që do bëj diçka rumuj, pastaj sa të kthehem në shtëpi do i mbledh të gjitha. Do me thënë, e kam këtë gjë, okay. Tani nuk e di ç'a ndryshon te psikologjia ime, por makinën e kam gjithmonë në një situatë skandaloze. Edhe jo thjesht shtëpisë. Lejeni këtë anë. Por mbaj këtu edhe gjithë këpucët e mia, do me thënë. Dola dje kisha veshur çizmet, pastaj këtu në makinë mbaj një palë atlete, që të mundem t'i heq çizmet edhe të ngas me atletet, se nuk mundem me këto që janë me tak. Kështu që kur kthem në shtëpi, sepse përtoj ti rivesh çizmet, hyp lart me atletet edhe çizmet i hedh këtu. Pastaj këtu mbrapa kemi dy paltaka të tjera, edhe le të mos e hapim atë pjesën mbrapa. Më mirë, nuk e di ç'a do gjej. Po tani që i pash, turp të kem, do i marr të gjitha t'i çoj lart, por donjëherë i mbaj këtu sepse nuk kam vend lart në dollape. Të vëmë këpucë dhe çizme dhe taka, kështu që i lë në makinë sepse nuk kam ku t'i ve. Dhe bëj si dollap të dytë, ta dini. U ktheva në shtëpi, gjeta kordela. Tani unë nuk e dija sa metra kishim nevojë të marr. Edhe unë e mora kështu pak me sy, edhe thash, po nuk arriti, kjo që mora, do shkojmë nesër, do blejmë tjetër edhe do i shtojmë. Pak nga pak, s'ka gjë, do e bëjmë pemën brenda javës, do e përfundojmë të dielën tjetër, s'ka gjë. Barabart e kemi vonuar, kështu që pak akoma
nuk ndryshon që. Mora 2 kordela të ndryshme, mora këtë që është më e trash, më e madhe, sepse desha të bëj 2-3 fjongo pak më të mdhaja, edhe mora edhe këtë që është me holl, kanë ngjyrë pak ndryshe, do me thënë nuk është e njëjta e kuqe, po më duket që te pema nuk do bie shumë në sy, edhe nga kjo mora 10 metra, kurse nga kjo më e trasha mora 2,5, që të bëj 2-3 fjongo desha nga kjo, kurse nga këtë shpresoj të dalin një 15-20 copë, shpresoj, nuk e di. Por barabart pema nuk do ketë vetëm fjongo, do vem dritat, do vem fjongot, edhe pastaj do shtojmë edhe topat. Kështu që besoj që janë okej këto, tani për tani. Rëndësi ka që i gjeta, të dyja bashkë mora 13 euro. Po ta kisha menduar pak më herët, mbase kisha gjetur edhe nga Shein ose nga Temu, po nuk e kisha menduar. Erdhi në momentin e fundit ideja që ta bëjmë kështu pemën, kështu që s'kaq. Edhe tani erdhe në kuzhinë që të filloj me drekën time. Kam marrë këtu po ha një sallatë me lakër edhe me karot. Edhe unë kam një problem me sallatrat në përgjithësi. Më pëlqejnë shumë, por kur i bëj vet, ndiem që nuk kanë shije të mirë. Sepse ndiem që mami ime i ve ato vajrat, kripën edhe uthullën, tamam sa ç'duhet. Do me thënë nuk ve as një pikë më pak, as një pikë më shumë. Edhe fix. Kurse unë kur i ve, ndiem që ose diçka mungon, ose diçka duhet më shumë. Edhe pasi nuk më pëlqen shija. Sot është mirë, po prap nuk është perfekte. Si atëri që ma bën mami. Dhe hajde, kështu më pëlqen shumë sallata me lakër, sidomos në dimër, nuk e di, është nga të preferuarat e mia. Kjo edhe ajo me marule, edhe me balsam. Marulja me balsamin, me ato domatkat vogla, kombinim perfekt, edhe pak parmigiano nga lart. Nuk kujtove dhe duhet të haj edhe atë sallatën. Edhe tani, mbas sallatës vazhdoj me këto, që janë kritharake. Makarona të vockla, me mish në furrë që i bari mami dje, do i haj edhe sot edhe nuk ankohem fare, sepse ky është një nga ushqimet e mia të preferuara në botë. Edhe ndiem që kur janë të ftohta më pëlqejnë më shumë se sa kur janë të ngrohta, që sa kanë dalë nga furra. Nuk e di pse. Qa probleme psikologjike kam? Nuk e di, mos më pyesni. Në këtë shtëpi, siç e keni kuptuar, nuk kemi shumë vend. Kështu që po mendojmë tani ku do e vëmë këtë pemën. Djeti kishim vënë te tavolina që kemi këtu në sallon në anë. Mami mendoi ta vëmë në sallon, por do mbyllim gjithë dritaren, edhe babi del çdo ditë te dritarja sepse pinduhan. Kështu që nuk e dim ç'a të bëjmë. Kështu që me shumë mundësi do vjet prap te tavolina atje mbrapa, që nuk është vendi ideal, se nuk duket shumë mirë pema. Po nuk kemi zgjidhje tjetër. Mami thot kemi të mos e vëmë. Po fillojmë me provat, e shikoni si është salloni jon. Mami thot të provojmë të heqim këto 2 karigjet, që ta shtojmë divanin më këtej, edhe të shohim po nxen pema nga ana tjetër. Ajo që kishte menduar mami nuk bëhet. Do të çojmë të gjitha në vend, edhe do vëmë pemën atje që ishte edhe vjet, këtu. Nuk që ishte, atje ku ishte. Atje ku ishte edhe vjet, këtu mbrapa te tavolina. Edhe me që kapëm divanet, filluam me jastëkët, që këto klëpët na i dha motra kur ishim në Itali, që i kishin dërguar nga Temu. Edhe shikoni sa cute që duken. Tani është rumuj, po pastaj kur ta rregullojmë do duken shumë bukur. Më cute akoma, po. Mami kishte disa super ide që po mundohet tani të më mbush mua mendjen që kjo tavolina duhet të vinë nga ana ndej, edhe divanet të vinë nga ana këtej, që nuk ka kuptim fare sepse televizori edhe kjo mobilja janë nga ana këtej, nuk ka kuptim këtu të jetë tavolina, po mami që do e marrë edhe televizorin, do e heq nga muri që e kemi të ngjitur, edhe do e sjell edhe këtë këtej që kemi pasyrën në një të ardhme. Unë i thash, këto mundesh ti bësh kur të ik nga shtëpia të mos i shoh? Pema që kemi është e gjitha me borë. Çdo herë që e vëm bëhet shtëpia për bukuri. Mami tani kishte një ide. Të marrim këtë tavolinën që kemi normalisht atje në cep në sallon. Edhe të vëm lart pemën. E kthevim mbrapsht tavolina. E kthevim mbrapsht edhe bëri si vazo, si vas për pemën. Për pemën. Sikur është pemë për vërtet i mbill në vazo gjoja. Edhe tani po mundohemi të gjejmë mënyrë të mbulojmë që të mos duket tavolina. Duket sikur është vazo. Po, ty them diçka nga larg.
Duket okej, duket bukur, se duket sikur është shumë e gjatë. Nga afër nuk do ta shikoj edhe njeri, kështu që do e mbulojmë disi edhe do e lëm kështu, duket nice. Edhe tani nisim të fillojmë të hapim degët. Që është pjesa më e lodhshme, më e mërzitshme. Nuk më pëlqen fare, po duhen hapur. Që të fillojmë pastaj të zbukurojmë. Ne kishim këto dritat këtu, 2 kuti të tilla. Edhe i vum tani në prizë, njëra nuk hapeshe fare, ishin djegur të gjitha, kurse këto njëherë nuk ishin dritë fort fare, të tipit me zor ndizeshin, edhe ndizeshin gjysmat, as të gjitha. Dhe shkela unë gabimisht me këmbë. Shkeli mami që parë, svevi një lam, tani nuk e di po e ka fajn ajo apo po thjesht. Jo, që nuk ndizen gjysmat, se është një shiri i lidhur veti me vete. Edhe tani, nuk mundemi të vazhdojmë me zbukurimin, do bëjmë vetëm dritat të reja që kemi marrë nga Jumbo, që kishim ne në mendje që do i kthejmë, që nuk do i mbajmë fare, por përfundimisht do i mbajmë sepse janë lehtë, edhe drita që bajnë është shumë e fortë nga të dyja këto që kemi ne, edhe shumë e bukur, dhe do shkoj të marrë edhe të tjera nesër. Këto janë të vjetrat, këto të rejat. Ndërkohë tani duhet ta hap derën se erdhi teta Klara, nënaja ime e madhe. Që të krono. Kemi arruar dhe shqipsin edhe nga motë gëzuar. Tani, me që nuk ja dolëm me pemën, se nuk ishim dritat, tham të bëjmë gati fjongot. Edhe unë kam bërë 2 deri tani, që më kanë dalë shumë të bukura. Shikoni sa cute. Pash një tutorial në TikTok që do ja tregoj edhe juve tani po doni ta bëni. Qa mësova unë sot? Mami nuk po ja del dot. Marim anën edhe e kalojmë 4 herë te gishti jon. Po ti kesh gishtat si tende, se unë në gishtim që i kam të trash, e kalova 4 herë, e me ngeli kaqke nga krauti. Varet nga gishtat, sa të trash. Atere, tani që vajtëm te 4 herë që e kaluam, marim gishtin tjetër, edhe e kalojmë 2 herë kështu. 1, 2. Edhe kjo që në ngelet poshtë, dhe kaloj nga këtu para mbrapa fare, jo në mes, mbrapa. Edhe tani, do e marr edhe do e ve te kjo vrima këtu që është krijuar, në anë. Edhe do e shtrëngoj thjesht në mes. Po bëj një fjongo shumë e bukur. Edhe u bëj një fjongo, po prisni. E shtrëngojmë sa më shumë që të ri në vend. Edhe tani heqim gishtat që unë e kam shtrënguar pak më shumë se sa duheshe. Nga emocionet se po fletën i Po doja dalë. Prisni. Po doli me gjithë thua. Ja ku është. Edhe kemi një fjongo super cute. Po doni mundeni ta bëni edhe më të madhe normale, po ne nuk kemi shumë metra, kështu që po mundohemi ti kursejmë. Edhe disi kështu po bëj fjongo tonë, do vazhdoj edhe me të tjerat, nuk kemi shumë, me shumë mundësi do shkoj të marrë edhe kordel nesër. Po. Re unë kam filluar po hajde, harova t'ju them që babi na bëri kuskus, sa ne po merreshim këtu me pemën, unë me fjongot, mami me teta Klarën me muhabet nga ana tjetër. Babi na gatoi kuskus. Te kemi filluar të hajmë që atëri që na mësovi motra, se më para nuk e kishim ngrënë kur, po na pëlqen shumë. Është një zgjidhje shumë e mirë për darkë, se është e lehtë. Plus tani babi po bën diçka tjetër në kuzhinë, që do e ha makarona. Prap me makarona, që atë do e ha babi me mamin, që sa që është si tip pastiqe shqiptare. Bret me djath me qumë. Di ku e ka parë në TikTok, Ku e ka parë? Mbas e ka parë në TikTok, edhe shikojnë, edhe mami edhe babi kanë këtë. Shikojnë do një recetë atje në TikTok, hajde ta provojnë. Kështu që do shohim pastaj, do ju them si ka dalë. Na bëf mirë. Na thuaj, po pres të na thuash po është e mirë apo jo. Shumë mirë. Kritik. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Shumë e ngjashme me pasi që një bëjmë në Shqipëri. Bravo. Të lushin duar, babi. Bravo. Gjubarti. Tani që mbaruam me darkën tonë, mami po vazhdon me dritkat që t'i vem të gjitha, sepse unë pjesën e dritave e kam shumë siklet, ndiem që i ve gjithmonë gabim. Kështu që ja le mamit të dorë saj me që unë bëra fjongot, çdo njeri me
punën e vet. I kemi këtu të gjitha gati, kam lënë anë, i provova pak, i vura 2-3 të peme dhe dukeshin fantastike, mezi po pres t'ja u tregoj nesër që do ta përfundojmë. Edhe unë do vazhdoj me advent kalendaret tona, të cilat kam ditë pa i hapur, prandaj do hapim sot 2, edhe nesër 2 të tjerat, derisa të arrim te dita jon. I kemi lënë. Kush është me e vogla këtu? 7-a? 7-a. Do hapim 7-ën edhe 8-ën. Këto të dyja do me thënë. Ma? Ma ta tek me të me qenë. Buskuq ose ndonjë rimel për sy? Jo, nuk është me make-up e kjo. Me qa është kjo? Është me kremra, me gjera... Budalliqe. Nuk e di. Ka atë concealer për sy. Po nuk ka make-up të them. Po kremra, në kremra të sfudet ajo. Jo. Me nga ka pështisa në kremra. Mirë, s'ka që dhe hapim dhe shohim tani që është. Është për sytë është. Epe? Poshtë syve edhe Epe? gel hidratuese. Hidratues. Jo, Mami hidratues. ka këtë kokën që desha ta provoj, metalike. Jo, vërtet desha ta provoj. Pse unë kisha, nuk ishe partimente? Jo, Shumë e kokë. nuk e kisha. Ah, Super, super! Ne ka pështis shumë blenim nga e. Kam që them ditët që isha në Budapest, përdorja të kremin hidratues nga Kores, që më kishte dalë para disa ditëve në advent kalendar, edhe më pëlqeu shumë. Ma qetësovi edhe pak problemin që kisha me puçrat ato ditë. Do vazhdoj të përdor, edhe mbase do shkoj ta blej dhe full size të madhe. Por le të hapim edhe 8-ën. Unë nuk e kam iden fare qa mund të jetë kjo. Le të shohim. Shampo. Shampo për flokët, me kishte dalë si kjo balsami për flokët edhe shkon set me këtë shampo. Mund të kisha marrë edhe këtë me vete, po të kisha hapur pak më herët, po s'ka gjë. Në udhëtimin e radhës e Në udhëtimin e radhës. Do vazhdoj me advent kalendarin tjetër. Nga Revolution, edhe mami këtu kemi make-up-e. Prandaj mundesh të na thuash qa mendon që do jetë 7-a. Duket disi kështu është kjo këtu lart. Unë them do një kështu. E ton Për sytë. Po, është ton me xixa roz. Unë nuk përdor kur ton për sytë. Kur? Mami, ta gëzosh. Edhe vazhdojmë me 8-ën. E ta 8-ën. Si përfundim të gjitha për mua dolën këto. Po pra të të thash që kjo do jetë durata jote për Krishtlindje. Po. Edhe 8-a është akoma me vockël se 7-a. Ma, kjo është një stick, shkruan lart glow stick, sepse është një highlighter në formë stiku që e vjen këtu, do me thënë, për e lyer, po do t'i kesh pak shkëlqim në fytyrë. Është si ajo pudra që t'i kisha dhënë, Po. po thjesht është në formë stick, edhe kështu direkt në fytyrë, edhe më duket shumë nice. Edhe pse nuk përdor highlighter, më duket është e volitshme, se ve pak edhe te syt, po do, edhe pak këtu te faqet. I like it, më pëlqejnë në përgjithësi këto make-upet që kanë dalë në formë stick, edhe rush, edhe bronzer, të gjitha këto. Edhe me kaq mbaruam. Të tjerat nesër, sepse nuk do i hapim të gjitha sot, mjaft. Nuk kam të drejtë madh. Ke. Kam. Prandaj do i lem në anë, shumë pëlqen që tani të backgroundi kemi një pemë të bukur, po nesër do jetë akoma më e bukur. Unë do shkoj të lajm tani të shplajm të filloj editimin tim, kështu që mami ne Do shihemi nesër. Mua.